Këtë diell janë zhvilluar pritjet për ndarjen nga jetët e ish basketbollistit shkodran Fatjon Taraboshi. Ceremonia organizuar nga shoqata Basketbol Vllaznia në Hallin e Patë të Sportit Qezmer Vishi për trajnin Bedar Gjeqe është një humbje e madhe, ndërsa vlerësoi si basketbollist pasi ka dhënë një kontribut shumë të madh në momentet më të vështira të klubit Vllaznia. Në vërtetë është një humbje e madhe, por fatmirësisht na rrojmë kujtimet shumë të mira për Fatjonin, veçanërisht unë, sepse unë kam luajtur shumë pak në momentet e fundit, luajtur për basketboll, po pjesën më të madhe të kohës e kam pas si sportist. Fatjoni ka merite më të madhe, vlerësoj shumë si basketbollist, pasi që ai në momentet më të vështira të klubit Vllaznia, ai ka dhënë kontribut shumë të madh për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dot, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoheshin. Ai kontriboi që Vllaznia më nejt në grupin A, në skuadrën më të mira dhe gradualisht ne ta formatoshim atë projekt cilën e bëmë në jetë pastaj me sukseset që patëm në vitet pasardhës. Për ish basketbollistit Heren Faslia dhe Damian Bekteshi është një lajm i trishtueshëm për komunitetin sportiv shkodran, ndërsa vlerësojnë Taraboshin për harmoninë që kishte në grup. Një lajm shumë i trishtueshëm për komunitetin sportiv të Shkodrës. Kena kanë ndjeni të gjendjes tij duke njek gjendjen e tij shëndetësore prej disa kohësh fatkeqësisht nuk ja doli. Taraboshi ka kanë një lojtar shumë i sjut, ka ndihmuar shumë ekipin, por ka kanë edhe shpirti i ekipit jashtë fushës. Ka kanë ai që na lidhte gjithëve bashkë, na kalu kohë shumë të mira dhe fakti që po bëjmë këtë bisedë tash akoma duket e pabesueshme. Në radhë parë një humbje e madhe për familjen, humbje e madhe për shokët, miqt, edhe për ne herë si kena kalu pjesën më të madhe pjesë tonë për mund deri tani, po kanë një shok i madh me thënë drejtën, pas parasysh vite që kena kalu me te. Nuk gjej fjalë domethënë me përshkru këtë llojje. Nuk di çfarë më thon më tepër, veç se inshallah është xhenetit dhe Zoti e lecën jetën e vërtetë. Dhe ndërën, mas me thonë, është apo kanë djemë të vetëm, ose i vetëmi që nuk i mete huajtë e asnjëherë, me kërkën. Bëhet atë shumë sa që ka herë thoshim si ka mundësi. Po të djemë të mirë zakonisht, janë ata që në lojnë edhe bështëna ikon më të madhë. Që thash, shpresoj edhe do ta kujtojmë gjithmonë me atë humorin e tij që e ka Zoti gjithmonë. Dhe nuk lete asi gjë po kalu me humor, me shako. Ish basketbollisti kampion shkodran Fatjon Taraboshi u nda nga jeta në moshën 39 vjeçare.